Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Si gjithmonë, falenderimet tona janë për Allahun, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinin e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe gjithë ata që e pasojnë në rrugën e tij deri në amshim. Në Islam, vlerat janë përcaktuese të pozitave. Pasuria, familja, fisi nuk kanë ndikim në vlerësimin e njeriut. Morali, sjellja, dituria po. Prandaj Allahu i madhruar ka thënë në Kur'an famadh, inna akramakum indallahi atqakum, vërtet më i ngrituri, më i nderuari nga ju është ai që është më afër Zotit. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë ala inna awliyai almuttaqun, vinere miqtë mi janë vetëm të devotshmit. Pra janë vlerat ato që neve na ngrisin dhe nuk janë pasuria, pushteti, familja, prejardhja. Në këtë takim të sotmin me lenë Allah te bareke ve teala, në fokus do të kemi një këshill të një dietari të madh, të Wahb ibn Munabbihut, që ka të bëjë me diturinë si vlerë, që ka të bëjë me mirësitë e diturisë si vlerë. Siç është përcjell Wahbi, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: prej dijes burojnë nderi, edhe nëse njeriu është i ngratë. Prestigji, edhe nëse poseduesi i saj është i përçmuar. Afërsia, edhe nëse ai është i largët. Pasuria, edhe nëse ai është i varfër. Dhe respekti, edhe nëse ai është i përbuzur. Pra, kjo është këshilla cilën sot me lenë Allah te bareke ve teala do të mundohemi ta shpalosim para jush, dhe është një prej atyre këshillave që ndonë se e shkurtër në vete ngërthen mësimet të shumta, mësimet të bukura, mësimet të rëndësishme. Rëndësia e saj nuk qëndron thjesht në nxitjen për dituri. Krahas saj në vetvete ajo përmend edhe disa të mira të cilat vijnë si rezultat i qiltërsisë sonë në raport me diturinë. Mirë po, që të mos keq kuptohemi, që të mos mendojmë gabimisht se këto që përmendëm janë synimet të diturisë, ne me lenë Allah te bareke ve teala fillimisht do të flasim për synimet ose objektivat ose qëllimet fillestare dhe kryesore të diturisë, e pastaj me lejen Allah te bareke ve teala do të shpjegojmë veç e veç se cilën prej këtyre këshillave ose mirësive të diturisë që dietari ynë i famshëm Wahb ibn Munabbihu ka përmendur. Siç e kemi bërë edhe tradit, me lejen Allah te bareke ve teala, në secilin prej takimeve tona do të mundohemi që të sjellim qoftë edhe në mënyrë të përmbledhur një biografi rreth autorit të këshillave. Kush ishte Wahbi dhe çfarë e bën atë të veçantë? Wahbi i përket brezit të tabeinëve. Është një prej atyre dietarëve që konsiderohen të jenë në referencë në çështjet që kanë të bëjnë me rrëfimet, e veçmas me rrëfimet nga i tharët e librit. Ka lindur në vitin 34 sipas hijretit, në kohën e sundimit të sahabiut të nderuar Uthman ibn Affanit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Pra ka jetuar në kohën e sahabeve, prandaj edhe ka marrë dije prej tyre. Prandaj edhe nuk është çudi që të jetë një prej këtyre emrave më dalluar në fushën e dijeve dhe shkencave. Më saktë, ai ka mësuar nga Abdullah ibn Mesudi, nga Abu Hurajra, nga Abu Said Khudriu, nga Nu'man ibn Bashiri, nga Jabir ibn Abdullahu, nga Abdullah ibn Omeri, nga Anas ibn Maliku, nga Abdullah ibn Zubairi. Pra janë disa prej këtyre sahabeve që konsiderohen si brezi i ri sahabeve, dhe njëherë është brezi dietari sahabeve,
prej cilve ky dietar i madh ka marrë dije, ka pasur fatin që të kalojë nëpër duart e tyre, që të shkollohet në shkollën e tyre dhe sigurisht që të kualifikohet si një emër i besueshëm i shkencave. Prandaj dietarët kur janë pyetur për Wahbin, për shembull Ejri, Abu Zur'a, pastaj Nesaiu, Wahbin e kanë klasifikuar si të besueshëm, pra si dikush që dija mund të merret prej tij. Wahbi nuk ka qenë thjesht i dalluar vetëm për dijen, ka qenë i dalluar edhe për përkushtimin në adhurim. Është përmendur në biografinë e tij se për 40 vite të tëra, askush, as edhe një herë të vetme, nuk e ka dëgjuar duke sharë ose fyrë ose ofenduar askën. E përmendet nga të afërmit e tij se ai për plot 2 dekada, të nderuar vëllezër dhe motra, për 2 dekada të tëra, namazin e sabahut e ka falur me abdesin e yatsis. Pra ka qenë prej atyre të përkushtuarve në adhurim, ka qenë prej atyre besimtarve që tër natën e kanë kaluar duke e adhuruar Allahun te bareke wa taala. Në fund të jetës së tij, sikur shumë prej dietarëve, ishte sprovuar, ishte burgosur, ishte rrahur, ishte keq trajtuar, dhe kështu pas një jete të tërë në shërbim të dijes të shkencës, në vitin 134 ka vdekur në Yemen, Allahu e pas të mshiruar. Tani të nderuar vëllezër, do doja që, siç përmendëm në fillim, në mënyrë që të mos krijohet ndonjë keqkuptim se se këto që ne përmendëm janë më falni objektiva kryesore të dijes, do doja që vetëm sa për përkujtim përmend diç nga ato që konsiderohen si objektiva themelore të kërkimit të dijes. Pra, këto që janë përmendura në Këshillën e Wahbit janë mirësi, të cilat vijnë si rezultat i dëlirësisë sonë në kërkimin e dijes. Ndryshe, ajo që është themelore dhe që askush prej besimtarëve nuk duhet ta tejkaloj kur është fjalë tek kërkimi i diturisë, ka të bëjë me gjërat në vazhdim. E para, ne e kërkojmë dijen dhe qëllimi kryesor i saj është se nëpërmjet dijes ne e njohim Allahun te bareke ve teala dhe duam që të arrijmë kënaqësinë e tij. Pra, dija, synim kryesor, qëllim kryesor ka që neve të na çojë tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj në Kur'anin famall, kur kërkohet besimi, bashkangjitet me dijen. Allahu i madhruar ka thënë: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut te bareke ve teala. Pra dije mëson nga se besimi pa dije mund të jetë imitim që nuk prodhon asgjë tek njeriu. Prandaj ne duhet ta dimë dhe duhet të jemi të bindur se Allahu te bareke ve teala është i vetmi ai që e meriton adhurimin. Është thënë nga dietarët, e më saktë nga Abdulrahman bin Nasir as-Saadi, se dija e ka këtë efekt. Ai ka thënë në mënyrë tekstuale kësaj: "El ilmu bihi yu'rafu Allah wa bihi yu'bad." Dija është ajo me të cilën njihet Zoti dhe ajo nëpërmjet së cilës adhurohet Zoti. Pra, dija na njofton me Zotin, me cilësitë e tij, me emrat e tij, na bën që rrjedhimisht duke njohur atë, edhe t'i nënshtrohemi, edhe të jemi të dëgjueshëm ndaj tij, edhe të jemi të bindur ndaj tij, edhe t'i bëjmë ibadet. Pra, ta adhurojmë vetëm Allahun te bareke ve teala. Nga se nuk ka rrugë tjetër, të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, që mund të na çojë në adhurimin e denj, e qiltër, në adhurimin e vërtet për Zotin, përveç se nëpërmjet
dijes. Dhe këtë e ka thënë Allahu te bareke ve taala. Inma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Vërtet prej njerëzve ata që ja kanë frikën së vërtetë i Zotit janë dietarët. Pra dija e vërtet, dija e cila prodhon efekte pozitive, e cila reflekton në veprat tona, në sjelljet tona, është ajo që na bën që ne të jemi më të përkushtuar ndaj Allahut te bareke ve taala. Prandaj dija duhet mësohet vetëm për Allahun xhallahu ala. Çdo qëllim tjetër që është tek dija, që e rivalizon këtë qëllimin kryesor, është qëllimi kot dhe rrjedhimisht dijen e zhvesh nga dobiprurja, veçmas në botën tjetër. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar se në ditën llogarisë për njerëzve të parë që do të merren në pyetje dhe do të gjykohen që të jenë në zjarrin e xhenemit, në mesin e tyre pikërisht është edhe dietari. Allahu te bareke ve taala do ta merr në pyetje dhe do t'i thotë kësaj: o robi im, çfarë bëre pasi që t'ja numëron të mirat, veçmas të mirat e dijes? Allahu do t'i thotë se ka shfrytzuar dijen, çfarë ka bërë me këto të mira që Zoti ja ka dhënë. Robi do thotë kësaj: ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Quran. O Zoti im, unë e kam mësuar dijen për vete dhe u kam mësuar të tjerëve dhe për hir tëndin e kam lexuar Kur'anin. Allahu te bareke ve taala që e di se çfarë ne fshehim në zemrat tona, do t'i thotë gënjeve, kadhab, walakinnak ta'allamta al-ilma li yuqala alim. Jo, ti ke mësuar që të thuhet për ty se je dietar. Wa qara'ta al-Qur'ana li yuqale huwa qari, dhe ke lexuar Kur'anin që të thuhet për ty se je lexues. Prandaj Allahu do të urdhërojë që ky njeri që nuk e ka mësuar dijen për hir të tij, por që e ka mësuar për famë, që e ka mësuar për pozitë, që e ka mësuar për emër, urdhëron që ky njeri të jetë në zjarrin e xhehenemit. Për arsye se dija është diçka me vlerë dhe ulja e saj në nivelet të këtilla nënkupton përbuzjet e saj. Prandaj edhe njeriu që e ul dijen në nivelet të tilla meriton këtë dënim të madh nga Zoti. Dituria duhet të mësohet vetëm për Zotin. Dhe ky është një prej synimeve, prej qëllimeve të dijes. Jo për mburrje, jo për polemika, jo për të bërë debate në mënyrë që pastaj të thuhet se filani ka zotësi, se filani është i mirë në debate, se filani kështu e filani ashtu. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: mos e mësoni dijen për të mburrur para dietarëve, dhe as për të polemizuar me të marrët, dhe as që ta ktheni vëmendjen e njerëzve ka jo. Mësojeni dijen vetëm për Zotin, sepse kush nuk e mëson atë për Zotin, vendi i tij është në zjarr. Pra, nëse dikush e mëson dijen që thjesht të jetë personitet publik, që t'jetë figure dalluar që njerëzit të bëjnë me gisht ka ai, pra që t'jetë i dalluar në mes në njerëzve dhe jo për hir të Zotit, ai njeri do të ketë një fund të mërshëm. Ne e mësojmë dijen nga se duam që nëpërmjet saj ta adhurojmë Allahun xhallahu ala. Prandaj kanë përmendur dietarët musliman që prej synimeve, prej qëllimeve, prej objektivave të mësimit të dijes është që ne ta largojmë nëpërmjet saj ignorancën. Është pyetur Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, se cila është vepra më e mira? Ka thënë kërkimi i dijes. Pastaj është pyetur kërkimi i dijes për kë? Ka thënë për atë që ka në jetën e pastër. Pra, kërkimin e dijes për Zotin. E kanë pyetur si t'ia dalim që ta kërkojmë dijen vetëm për Zotin? Ka thënë duke synuar që me dijen të bëheni modest dhe ta largoni ignorancën. Pra, dija nuk duhet na bëjë neve mendjemdhënj.
nuk duhet na bëj arrogant, nuk duhet na bëj të paedukuar. Përkundrazi, duhet që të na bëj të përulur, të na bëj modest dhe që nëpërmjet saj ne ta largojmë ignorancën, nga se ignoranca është armik i njeriut. Ne duhet ta mësojmë dijen, nga se nëpërmjet saj ne i përmbahemi fesë. Ne e mësojmë zbatimin e detyrave fetare. Prandaj, jo më kot në hadithe qëndron se një prej atyre treguesve se kur Allahu ja do dikujt të mirën, është edhe kur ta bëj atë që ta kuptoj fenë. Pra, duke kuptuar fenë e Zotit, duke mësuar për fenë e Zotit, duke mësuar se si ta zbatojmë fenë e Zotit, ne në fakt demonstrojmë një shenjë, një argument se Allahu te bareke u teala neve na do. Ne e mësojmë fenë dhe jemi të thirrur që të mësojmë, të marrim njohuri, të marrim shkenca, se nëpërmjet tyre ne edhe përcjellim mesazhin tek të tjerët. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka mësuar që ne të përcjellim nga ai çdo gjë që dëgjojmë prej tij. Dhe nëse nuk do të kishim njohuri, nuk do të kishim dije, atëherë si do t'ua përcjellim fenë të tjerëve. Ne mësojmë fenë dhe marrim diturinë, mësojmë diturinë, nga se nëpërmjet diturisë ne e kultivojmë moralin e mirë dhe luftojmë të keqen. Ne e mësojmë dijen, jo për të përfituar në këtë botë, por për të përfituar në botën tjetër. Pra, edhe ne kemi synime në përfitimin nga dija. Vetëm se synimet tona nuk janë që ne të përfitojmë me këtë botë, janë që të përfitojmë në botën tjetër. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, kur njeriu të vdes, ndërpritet shpërblimi nga veprat e tij, përveç në 3 raste. Në rastin e parë, kur ai ka lënë një lëmosh rrjedhse, në rastin e dytë, kur ai ka lënë një dituri nga e cila kihet dobi, dhe në rastin e tretë, kur ai ka lënë pas vete një fëmijë, djalës e vajzë, që lutet për të. Pra, ne mësojmë dhe një prej synimeve pse duam që të mësojmë më shumë, është të lëmë pas vete dije, nga e cilat të tjerë do të përfitojnë dhe ne rrjedhimisht do të përfitojmë në botën tjetër. Kjo ishte një përmbledhje e shkurtër rreth disa prej atyre synimeve dhe qëllimeve primare dhe bazike në kërkimin e dijes. Ndërsa tani në vazhdim me lejen e Allahut te bareke ve teala, ne do të shpalosim disa të mira që fshihen në këto mirësi të përkushtimit ton të çiltër për dijen, por më parë do ta bëjmë një pushim të shkurtër. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e Wahb ibn Munabbihut, Allahu e pas mëshiruar. Wahbi ka përmendur disa prej atyre të mirave, prej atyre dobive që vinë si rezultat i angazhimit ton të çiltër, si rezultat i përkushtimit ton të pastër, për të marrë dije vetëm për hir të Allahut te bareke ve teala. Ka thënë kësaj se ai që e kërkon dijen për Zotin, ai do të fitojë nder edhe nëse vjen nga një familje që nuk ka ndonjë nder. Ai do të fitojë prestigj dhe famë edhe nëse është i përbuzur në mesin e njerëzve. Ai do të afrohet edhe nëse është larg. Ai do të pasurohet edhe nëse është i varfër dhe do të fitojë respektin edhe nëse është i përbuzur. Në fakt, për këtë pozitën që e arrin njeriu nëpërmjet dijes, Allahu te bareke ve teala na ka folur edhe në Kur'anin famall. Na ka folur për kështu edhe i dërguari i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Allahu ka thënë kësaj në Kur'an:
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Allahu ta ka mësuar atë që ti nuk e ke ditur dhe mirësia e Zotit ndaj teje ka qenë e madhe. Pra ngritja në pozita duke të bërë që ta mësosh atë që nuk e ke ditur dhe që shumë njerëz tjerë nuk e din, është jo tjetër vetëm se një prej begative të Zotit ndaj teje, prej nimeteve të Zotit ndaj teje, për çka duhet ta falenderosh dhe ti jesh mirënjohës ndaj Allahut te bareke ve teala. Po kështu ka thënë Allahu: "Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu do t'i ngrit në shkallë, në rangje, në nivele ata që kanë besuar dhe që ju është dhënë dija. Pra, nëpërmjet besimit dhe nëpërmjet dijes ne arrim që të ngjisim majat më të larta në fejnë Allahu te bareke ve teala, që të ngjisim majat e vlerave, që të ngjisim majat e virtyteve. Po kështu Allahu te bareke ve teala na ka treguar se ata që janë të ditur janë dallojnë nga të tjerët, sepse nuk mund të tërhiqet një paralele, të bëhet një krahasim ndërmjet atyre që janë të ditur dhe atyre që nuk janë të tillë. Ka thënë Allahu: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab." Thuaj, a mund që të barazohen, të nivelizohen ata që din me ata që nuk din? Natyrisht se nuk ndodh një gjë e tillë, nga se dietarët janë në pozita të larta. Inma yatadhakkaru ulul albab, vërtet vetëm ata që janë mendar, ata janë që marrin mësim dhe këshilla. Pra, këto argumente kuranore vërtetojnë dhe konfirmojnë se ata që kanë dije, veçmas ata që kanë dije fetare, që kanë dije me të cilën afrohen tek Allahu te bareke ve teala, ata janë njerëz të ngritur, ata janë njerëz që Allahu te bareke ve teala i ka ngritur, ata janë njerëz që askush nuk mund t'i ul dhe nuk mund t'i përbuz. Ne tani gjatë shpalosjes së këtyre urtësive, këtyre këshillave të bukura të Wahbit, do të mësojmë edhe detaje tjera të cilat edhe historikisht na sjellin shembuj se si njerëz që vërtet nuk kanë pasur këto që neve që i përmendur, nuk kanë pasur nderin, nuk kanë pasur prestigjin, nuk kanë pasur pasurinë, nuk kanë pasur respektin, se si këta njerëz nëpërmjet dijes janë ngritur dhe kanë marrë pozita të jashtëzakonshme. Ibn Abbasi, kushëriri Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka thënë vërtet dija të ndershmit i ashton nderin, i arrit nderin, dhe robin, sklavin e bën që të ulet në koltuk. Pra dija, ati njeriu i cili mund të rrjedh nga një familje e thjesht, mund të mos ketë emër, e bën që të bëhet njeri i ndershëm. Dhe dija edhe robin, edhe sklavin e ngrit në pozitën e udhëhecit. Dhe këtë Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me baban e tij, e ka dëshmuar edhe në praktik. Ibn Abbasi, njëri prej dietarëve të mëdhenj, ka ushtruar funksionin e valiut të Basrës. Ka qenë udhëheqës i Basrës. Dhe një ditë ka shkuar tek Ibn Abbasin, njëri prej atyre personaliteteve që neve që edhe kemi cituar në takimin ton të 13, Ebu El Alije, i cili ka qenë sklav. Ebu El Alije, ndonë se djetari madh, madje, si që kemi përmendur, ka qenë njeriu më i ditur për Kur'anin. Ka shkuar tek Ibn Abbasi dhe për dijen e tij Ibn Abbasi e ka ofruar pranë vetës, e ka ulur në koltuk dhe e ka thënë këtë fjalën cilën ne veç e cituam. E ka thënë në kohën kur emrat të mëdhenj
nga familje të njohura kurishite kanë qenë të ulur në tokë. Ndërsa Ebu el Aliye, që ka pas një status shoqëror, çfarë mund ketë një rob, është ngritur nëpërmjet dijes derisa ka ardhur dhe është ulur në koltuk. Për të na treguar praktikisht se Islami nuk është vetëm teori, por është edhe praktik dhe kësaj ata që për hir të Allahut te bareke ve teala marrin dijen, ata edhe do të jenë të ngritur, edhe do të jenë të lartësuar tek Allahu te bareke ve teala. E dini pse ndodh kjo? Nga se të nderuar vëllezër, dija është trashëgimia profetike. Profetët nuk kanë lënë pas vete pallate, dhe kjo flet edhe për misionet e tyre fisnike, flet edhe për qëllimet e tyre të pastra në thirrjet e tyre. Nuk kanë lënë pas vete pasuri në are në argjend, nuk kanë lënë shtëpi, nuk kanë lënë prona të palujtshme, kanë lënë dituri. Prandaj dietarët musliman e më sakt Sehel Tustariu ka thënë kësaj: nëse dikush për jush ka dëshirë që ta di se si duken mexhliset e profetëve të Zotit, atëherë le të shikojnë në mexhliset e dietarëve, sepse dietarët janë trashëgimtarë të profetëve dhe rrjedhimisht mexhliset e tyre ku shpërndahet ajo dija profetike janë mexhlise sikur të profetëve. Prandaj dikush që flet për Zotin, dikush që mëson njerëzve Zotin, dikush që flet për profetin, dikush që mëson njerëzve profetin, nuk ka se si të mos ngritet në këtë botë. Për arsye se njeriu ka vlerën e asaj që bën, dhe kush mund ketë vlerë më të madhe se ai që flet për Allahun, se ai që flet për librin e Allahut, se ai që flet për dërguarin e Allahut, se ai që u mëson njerëzve mësimet dhe këshillat e dërguarit të Allahut. Prandaj dietarët kanë këtë pozitë që kanë. Ibn Kayimi, Allah mëshiroft, ka thënë: dituria e ngrit njeriu në dynja dhe në ahiret, ashtu siç pushteti dhe pasuria nuk mund ta bëjnë. Pra ne shohim njerëz që kanë pushtet, shohim njerëz që kanë miliarda, mirë po që nuk arrin të zënë vendin që e kanë dietarët. Ne përgjatë historisë një mileniumshe kemi mësuar për dietarë të shumë, për dietarë që nuk përmenden për pasurinë e tyre të madhe, dhe as për pushtetin. Madje këta dietarë kanë refuzuar që të marrin poste. Imam Ebu Hanife është rrahur brutalisht vetëm pse ka refuzuar që ta merr një post që ndoshta dikush sot do të bënte çmos që ta merrte një të tillë. Mirë po, këta njerëz kanë qenë përkushtuar për dijen, dhe këta njerëz kanë dashur që dija e tyre të jetë vetëm për hir të Allahut te bareke ve teala. Prandaj ne gjejmë këta njerëz që përmenden, përderisa nuk gjejmë njerëz që kanë ndërtuar pallate, njerëz që kanë pasur pasuri të shumta, nuk gjejmë të përmenden siç përmenden dietarët. Kjo nga se dija, siç ka thënë Imami Ibn Kayimi, Allah mëshiroft, e ngrit njeriu më shumë se sa që e ngrisin pushteti dhe pasuria. Dhe do doja, të nderuar vëllezër, t'ju sjell një shembull nga e kaluara, një shembull që tregon për këtë aspektin praktik të mësimeve islame, një shembull i cili e konkretizon më së miri këtë çështje që muslimanët e kanë pasur edhe në praktikën e tyre dhe jo vetëm në teorinë e tyre. Sigurisht se ju ka rënë që dëgjoni shpesh për emrat caktuar të dietarëve, mirë po për shkak se ata njihen vetëm për dijen e tyre, atëherë ato aspekte tjera që kanë të bëjnë me ata si personalitete, pra në veten e parë, mund të mos jeni të njohur shumë me to. Dhe kjo tregon se tek ne janë veprat ato që përjetësojnë njeriu, jo ana fizike, jo ana jashtme, jo dukja. Njëri prej dietarëve të brezave të parë, të tabeinëve,
Ata ibn Abi Rabahu, ka qenë mufti i Mekës, ka qenë alamet dietar, ka qenë njeriu që ka pasur dieteje të madhe. Ata ka qenë në kuptimin fizik, ka qenë shëmtuar. Ka qenë prej atyre njerëzve që madje ishte edhe sklav. Pra nuk kishte as status shoqëror dhe as që dallonte për pamjen dhe dukjen e tij. Madje ishte ndoshta për të ruajtur etikën në shprehje, ishte i shëmtuar, ishte i frikshëm, pra kishte një pamje që njerëzit nuk do donin ta shehnin. Dhe përmendet se ata, pavarësisht kësaj, gëzonte një respekt të jashtëzakonshëm, gëzonte një pozitë, ata ishte emri kryesor, ishte referenca, ata ishte adresa e dijes. Dhe përmendet se në kohën e haxhit, kryetari i muslimanëve, halifeja Sulejman ibn Abdul Malik Marwani ka ardhur në Mekë për ta kryer haxhin dhe ka ardhur bashkërisht me dy bijtë e tij. Dhe ka ardhur që për ta pyetur pikërisht ata për ritualet e haxhit, për detaje dhe hollësi nga ritualet e haxhit. Pasi e ka kryer takimin me të, Sulejmani i është drejtuar të bijve dhe i ka thënë kësaj: mos ngurroni që ta kërkoni dijen, për arsye se unë nuk do të harroj këtë ditë kur jam për ulur para këtij sklave zezak. Pra ka qenë kryetari muslimanëve dhe madje ky rrëfim ka dhe detaje që tregojnë për pozitën dhe pushtetin që e ka pasur ata, nga se nuk ka lejuar që Sulejmani të vjen para të tjerëve dhe të merr përgjigjet, por ka pritur në radhë bashkërisht me muslimanët. Dhe kur është ulur para ata dhe ka marrë përgjigjet, sigurisht se nga pozita që e ka pasur, nuk është ndier mirë. Prandaj ju ka thënë të bijve që të mësojnë, sepse nëse nuk mësojnë, do të ulen para njerëzve të këtill dhe në një farë forme do të përjetojnë këtë që ai e ka konsideruar si një lloj turpi për të personalisht. Mirësia e dytë është që ai njeri i cili mëson, ai njeri i cili e zë dijen për hir të Allahut te bareke ve teala, ai njeri do të ketë prestigj, do të ketë famë, do të ketë autoritet, edhe nëse është i përbuzur dhe i nënçmuar. Pra dija është ajo që na ngrit neve, dhe dija është ajo që na bën të lartësuar në mesin e njerëzve. Edhe nëse pozita jon, edhe nëse statusi ynë shoqëror nuk është i lëvduar. Përmendet se Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, e kishte lënë si mëkëmbës, si zëvendës Nafiun në Mekë. Pastaj Nafiu ka shkuar dhe e ka takuar Omerin në Asfan. Omeri radiallahu anhu e ka pyetur se kë kishte lënë zëvendës të tij në Mekë. Nafiu kishte thënë: e kam lënë Ibn Ebzan. Kështu e ka pasur emrin. Omeri, duke qenë se nuk e ka njohur, ka pyetur se kush është ky Ibn Ebzaja. Nafiu ka thënë se ky është një prej robërve tanë. Ka thënë Omeri: si në Mekë e ke lënë dikë që është rob, e ke lënë zëvendës? Ka thënë po, për arsye se ky është njeriu i cili e njeh Kur'anin shumë mirë dhe e njeh shkencën e faraidit që ka të bëjë me ndarjen e trashëgimisë. Kur Omeri radiallahu anhu i ka dëgjuar të fjalë, e ka thënë një fjalë e cila është më shumë se sa thjesht një hadith, është një maksim. Ka thënë kësaj: nëse është kështu siç po thua, kjo është nga se i dërguari juaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Vërtet Allahu me këtë Kur'an do t'i ngrit disa njerëz
dhe do t'i ul disa të tjerë. Pra e ka ngritur Ibn Ebzan me Kur'an, dhe këtu qëndron sekreti dhe kështu e ka interpretuar Omeri radiallahu anhu këtë pozitë që e ka marrë Ibn Ebzaja, edhe pse dikur ka qenë një sklav. Imam Shafiu, Allah mëshiroft, ka thënë, kush e mëson Kur'anin i rritet vlera ati. Pra, nëse dëshiron që ti jesh edhe i ngritur, ti jesh edhe i lartësuar, ti jesh edhe me pozit, të kesh vlerë tek Allahu fillimisht, pastaj edhe tek njerëzit, atëherë rruga që të çon tek kjo i bie ka Kur'ani fisnik. Pra mësoj Kur'anin sepse do ta njohësh Allahun te bareke ve teala e pastaj do të kesh të mira të pafundme çfarë vetëm Allahu te bareke ve teala mund t'i jep. Do doja të nderuar vëllezër, ju përcjell një këshill të bukur që dietari Walid el-Baxhi i ka dhënë të birit dhe që vërtet meriton ta kemi çdo herë në konsiderat dhe t'ua përcjellim fëmijëve tanë. Walid el-Baxhi, Allah mëshiroft, i ka thënë të birit kësaj: mësoje dijen, nga se dija është pushtet, nga i cili nuk shkarkohesh kurrë, dhe është jeshi, është bukuri, nga e cila nuk zhvishesh kurrë. Pra dija të jep një pushtet që nuk ka mandat, që nuk ka votë që mund të shkarkoj, që nuk ka votë që mund të privoj prej saj. Dija të dhuron një respekt, një bukuri, një jeshi që askush nuk mund të shëmtoj, askush nuk mund të përbalt, askush nuk mund të njëllos. Prandaj duhet ta mësojmë dijen, sepse dija na ngrit në këtë dhe në botën tjetër. Khatib el-Baghdadi e ka një libër El-Faqih wal-Mutafaqih, në cilin përveç tjerash ka përmendur edhe rrëfimin e Muhammed bin Abdurrahman Auqasit, i cili është përshkruar që ka pasur një fizik jo të mirë. Ka pasur një trup, një pamje jo të mirë. E madje e ëma, siç mund ta merrni me mend, veç me sa ta që janë prindër, duke pasur parasysh gjendjen e të birit, gjendjen fizike, ka thënë o birim, kam frikë se do t'jesh objekt bullizimi. Njerëzit kanë me utall me ty, kanë me të përqesh, njerëzit kanë me thënë fjalë të këqija për ty, për shkak se ka pasur një pamje të atill që njerëzit janë tallur me të. Prandaj i ka thënë mëso, sepse nuk ka asgjë që mund të ngrit dhe mund të bëj të respektueshëm mes në njerëzve përveç dijes. Dhe pikërisht Muhammed ibn Abdurrahmani ka thënë se ka mësuar derisa Allahu te bareke ve teala më ka mësuar që për 2 dekada të jem gjykatës i Mekës, pra gjykatësi kryesor i Mekës. Prandaj nëpërmjet dijes ne arrim që të ngritemi, ne arrim që të lartësohemi. E mira e tretë që ka përmendur Wahb ibn Munabiu sa i përket të mirave të dijes, është se ajo të afron edhe nëse je larg. Të afron në radhë të parë me Allahun te bareke ve teala. Të afron në radhë të parë me Krijuesin. Imam Ebu Hanife, Allah mëshiroft, ka thënë, nëse hoxhallarët dhe fukahat, juristët, nuk janë evlija miq të Zotit, atëherë kush? Pra nëse ata që njohin fenë e Zotit, nëse dietarët, nëse fukahat, nuk janë evlija miq të dashur të Allahut te bareke ve teala, atëherë kush mund të jetë? Pra janë dietarët, ata që më shumë se kush do tjetër e kanë nderin që t'jenë evlijat dhe të afërmit e Zotit, miqtë e Zotit, sepse nderuar vëllezër, siç ka thënë Sufjan ibn Uyeyne, dhe do doja që ta keni vëmendjen, ta kuptoni drejt, dietarët janë ndërmjet Zotit dhe robërve. Jo ndërmjetës në kuptimin klerikal, siç qëndron të tjerët,
po ndërmjetës në kuptimin e mësimit të fesë. Feja nuk mund të kuptohet pa dietar. Prandaj dietarët që e marrin këtë detyrë për t'u shpjeguar njerëzve Kur'anin, për t'u shpjeguar njerëzve hadithin, e kanë këtë pozitë që nëpërmjet tyre kalohet tek Allahu te bareke u teala. Prandaj edhe janë më afër se të tjerët me Zotin dhe kanë këtë pozitë që kanë. Mirësi tjetër e dijes është edhe pasuria, veçmas në kohën kur njeriu ka nevojë për të. Ajo që ne duhet ta kemi parasysh dhe që është parim, është se dija nuk mësohet për të përfituar pasuri. Madje dija, nderuar vëllezër, është më e rëndësishme se sa pasuria, sepse siç ka thënë edhe Aliu radiallahu anhu, dija na ruan neve përderisa ne duhet ta ruajmë pasurinë. Dituria është gjykuese, ndërsa pasuria është ajo që gjykohet. Dituria duke ndarë me të tjerët shumohet, ndërsa pasuria duke ndarë me të tjerët paksohet. Pra dija ka vlerë më të madhe se sa pasuria dhe nuk zbret deri në këtë nivel që t'jetë qëllim final, që t'jetë synim kryesor që ne të fitojmë dije sa për të përvetësuar pasuri. Jo, ne dijen e kemi vetëm për hir të Allahut te bareke ve teala. Por prej të mirave që Allahu te bareke ve teala i ka lënë si bekim i tij për ata që mësojnë dijen, sinqerisht është edhe përvetësimi të mirave materiale. Njëri prej urtarëve është shprehur në mënyrë alegorike për të mirën e dijes dhe ka thënë: kur njeriu t'i fundoset anija, me çfarë noton ai? Noton me dijen e tij. Pra kur t'janë shterë ato mundësitë që më nuk ka se si të përfitoj të mira materiale, atëherë nëpërmjet dijes ai arrin që ta bëj këtë. Zubair bin Ebi Bekri ka thënë se babai i tij, duke qenë në Irak, ja ka shkruar një letër në të cilën e ka këshilluar dhe i ka thënë kësaj: o biri im, mëso, sepse dituria, nëse ke nevojë, është pasuri, e nëse nuk ke nevojë, është hieshi. Pra merr dijen, sepse në rastet kur ti ke nevojë për të mira materiale, ajo mund të jetë një mjet për të përfituar të mira materiale. E në raste tjera kur je në bollok dhe ke të mira materiale të mjaftueshme, atëherë dija është thjesht hieshi, është diçka me të cilën ti e stolis veten dhe personalitetin tënd. Dhe e mira e fundit që ka përmendur Wahbi sa i përket dijes ka të bëjë me respektin edhe nëse njeriu është i përbuzur. Pra, nëpërmjet dijes ne arrim tek secila vlerë, siç ka thënë mësuesi i Imam Malikut Rabia, ka thënë dituria është mjet për tek secili virtyt. Ebu Aswad ad-Dualiu ka thënë se në këtë botë mbretërit janë sundues të njerëzve, ndërsa dietarët janë sundues të mbretërve. Pra kanë atë pozitë, kanë atë pushtet çfarë nuk e kanë të tjerët. Kjo me pak fjalë është vlera e dijes. Ta mësojmë dijen që ta njohim Allahun. Ta mësojmë dijen që ta adhurojmë Allahun. Ta mësojmë dijen që t'i thrasin të tjerët në shpëtim. Ta mësojmë dijen që të arrijmë lartësimin në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për fund neve nuk na mbetet tjetër vetëm se ta lutim Allahun ashtu siç e ka lutur i dërguari i tij: o Allahu ynë, ne të lutim për dije të dobishme, na jep dije e cila na ofron tek ti, na jep dije e cila na ngrit në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahun e lutim që të na ketë në mbrojtjen e tij dhe deri në takimin tonë të radhës, qofshim në sigurinë e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.